Sonte brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova ndodhi një moment që askush nuk e pa të parashikuar. Pak përpara mbylljes së emisionit për natën, banorët morën një zarf misterios, i cili mbante një njoftim që menjëherë ndezi atmosferën. Big Brother zyrtarisht njoftoi se brenda spektaklit do të organizohet një dasmë. Kjo nuk është thjesht një detyrë e radhës, është një nga çështjet më të diskutuara që prej fillimit të këtij edicioni. Realiteti i jetës së brendshme do të ndërthuret me romantikën, strategjinë dhe emocionet, ndërsa shtëpia do të përgatitet për një event që mund të ndryshojë dinamikën e banorëve një herë e përgjithmonë. Roli kryesor në këtë vendim e mori Dolce, e cila këtë javë mban titullin e kapitenës së javës. Si protagoniste e kësaj detyre, ajo mori një përgjegjësi të jashtëzakonshme, të zgjedh 3 çifte finaliste që do të futen në garë për dasmën brenda spektaklit. Procesi është unik dhe i ndjeshëm. Dolce ka të drejtë të zgjedh çdo nga banorët, përfshirë edhe mundësinë që të peshë vetveten në listë si pjesë e një çifti. Kjo ka ndezur debate, dyshime dhe spekulime mes banorëve. A është kjo zgjedhje strategjike, romantike apo thjesht surprizë e madhe? Para se Dolce të marrë vendimin final, ajo po zhvillon bisedime të detajuara me banorët e tjerë. Diskutimet brenda shtëpisë janë intensive, disa janë entuziastë, disa të rezervuar dhe disa janë të vendosur të ndikojnë tek zgjedhja finale me çdo çmim, por pushteti vendimtar i ka spektatorët. Big Brother ka bërë të ditur se përmes llogarisë zyrtare në Instagram, publiku do të ketë mundësinë të votojë ndërmjet këtyre 3 çifteve për 24 orë të plota. Me fjalë të tjera, publiku vendos se cili çift do të kurorëzohet me dasmën brenda spektaklit. Kjo lë hapur një lojë të fortë vote, ku mbështetja nga jashtë mund të jetë kyçe për fatin e banorëve. Ndërkohë brenda shtëpisë, emocionet janë në pikën më të lartë. Disa banorë ndihen të lumtur dhe të përfshirë, të tjerë nervoz dhe të pasigurt për të ardhmen e lidhjeve të tyre. Atmosfera ka kaluar nga ndjenja të qeta bashkëjetese drejt diskutimesh të forta, strategjish të fshehta dhe aleancash të reja. Sonte brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova ndodhi një moment që askush nuk e priste. Një zarf misterios shpërtheu emocionet dhe zbuloi se brenda spektaklit do të organizohet një dasma epik. Dolce, kapitene e javës, mori një detyrë historike, të zgjedh 3 çifte finalistë që do të kenë mundësinë të shpallen fitues të dasmës së brendshme të shtëpisë. Ajo mund të zgjedh edhe vetveten, duke ndezur debate, intriga dhe strategji të fshehta mes banorëve, por pushteti final është në duart e publikut. Vetëm 24 orë votim në Instagramin zyrtar të Big Brother VIP Kosova vendosin se cili çift do të kurorëzohet dhe do të shndërrohet në protagonistët e dasmës më të bujshme të sezonit. Ndërkohë brenda shtëpisë, emocionet janë në pikën më të lartë, dashuri, rivalitet, taktika dhe intrigë janë të gjitha të përziera në këtë garë që do të ndryshojë rrjedhën e lojës. Kush do të fitojë? A do të shpërthejnë skandale? A do të lindë një romancë e re brenda shtëpisë? Pyetjet që tani qëndrojnë para publikut janë të fuqishme. A do t'i sjellë kjo dasmë një moment romantik historik brenda shtëpisë? A do të krijojë skandale të reja? Për cilin çift do të vendos publiku? Të gjithë shikuesit e Big Brother VIP Kosova tani janë në pritje të rezultatit të votimit dhe rrjedhës që do të marrë historia në shtëpi pas shpalljes së çiftit fitues.